Në sotme do të merremi pak me punë vendore. Kandidatura Hajrullah Qekut për Prishtinën ka ngritur shumë reagime në rrjetet sociale. A duhet që një qytetari një qyteti krejt tjetër të jetë në krye të kryeqytetit? Pse ka kaq shumë kundër? Për gjitha këto gjëra do të flasim së bashku me panelin ton, ku të ftuar në studio e kemi mikun e emisionit ton, zotri Jeton Halimi. Përshëndetje zotri Halimi, është kënaqësi t'ju kemi në studio. Faleminderit, përshëndetje ju, kënaqësi. Gjithashtu në një lidhje direkte e kemi edhe një mik tjetër të emisionit ton, i cili shpesh herët razon rrjetin me komentet e tij, është zotri Sali Rexhaj. Kënaqësi t'ju kemi zotri Rexhaj. Përshëndetje Kroj, përshëndetje Jehona. Ndërkohë mik për shumë të tjerë, por mirë që je këtu sot në konservatorinë sepse kishim kopat pasur dhe vetëm pas pak, derisa e sistemon edhe mikrofonin, Vullnet Krasniqi bashkangjitet në program, por unë dua të dëgjoj pikpamjen e Sali Rexhajt. Gabim apo veprim i dur kandidatim apo vendimi për ta kandiduar Hajrullah Qekun, që në fakt nuk është me origjinë nga Prishtina, se këtu lindi gjithë debati për garën në kryeqytet. Po, të vetëvendosja është problem se nuk ka kuadrë, për ata ajo mundohet me i gjetë diqysh me gjetë kandidat cilë diku parafërsisht e din se nuk do të fitojnë, po vetëm sa me i pas aty, sepse Prishtina si qytet, unë kom jetu, unë vin nga peja, 15 vite tjetësime më të mirë, të kohës studimeve, të kohës komponun Prishtinë kom jetu. Prishtina nuk, për dalim për qyteteve tjera, nuk shqeqan shumë përjardhje me njerëzve, se në një mënyra për një tjetër gjithë jemi të ardhur aty, kemi qenë të ardhur në Prishtinë. Mirë po rasti Hajrullah Qekut është pak më specifik, sepse ai dihet se kështu është nga Prizreni, është nga ajo pjesa, thojza, ortodokse në kuptimin si është Prizrenli i vjetëm. Pse se kandidua Nglauku, se të paktën emri i tij u përfol shumë? Po qëre, nuk e ka asë një shansë ma vetëvendose që ta fitoj Prishtinë. Zotri Rexhaj, edhe Vullnet, sepse shumë me rëndësi është kjo pyetje. E kemi Edi Ramën, Isa Mustafën, Boris Johnson, krejt ta ishin kryetar të kryeqyteteve para se të bën kryetar të qeverisë. Tash, fakti që s'po kandidohet Nglauku, a do të thotë se në një formë vetëvendosja po ja pren rrugën drejt një kryeministri dikur? Kujtë? Qekut, a? Glaukut. A, Glaukut, jo, Glaukut dhe me bo ministre të punëve të jashme. Po, për mu problematike mbetet një sen. Këta amre që i përmene dhe rishtash, këta e kam pas një mënyrë që kanë shku nga një pas në posin matë naltë. Për mu që mbetet be falsuse është, që shpremen që jeti minister, e pastaj hen me një garë, që është në nivellit pak matë të vogël, se sa minister. Zakonisht, kështë elementi i pari i karierës, që unë e shë pak problematike të Qeku. Do më dhënë që shka pranu me preri postit ministrë, në kom prit diçka pak ma personalisht, unë kësha shku diçka ma naltë, se sa me kandidu me një garë. është Qeku ai që vendos aty? Jo, ama ideja është që ti, diqysh, nuk me dështi, nuk besoj që vetë vendosja ta qëtë një alti edhe të thotë që kime hi... Për ta heqin karierën e Qekut, si profil Qeku, një person që nuk vjen me origjinë nga Prishtina, më pas Sarjena e demonstroi që Prishtina është më e hapur, më e gjerë, edhe pavarësisht preardhjeve. Nuk e një Prishtinë më të hapur dhe më të gjerë. Nuk e një Prishtinë të gjerë. Unë me pas, a bën më lidhë, më falë? A bën me full, po. Me pas mendu e vetëvendosja, mi abuar gati për parim Ramës dhe LDK-s, nuk kish mendu ma mirë. Sektorën ja ka dhonë, sigurt në dorë ja ka dhonë. Ja, Okej, kjo ka logjik që apo thotë zotri Ali. Kjo kish pas logjik nëse kish pas një marrëveshje me PDK-n para praktikë. Po kam bë marrëveshje tash, në heshte kanë marrëveshje me PDK-n, jo rastisht u ndërprej edhe ato me protesta, me greva që i patën e të jo, po ishe ma vonë, si do qoftë, po thëmë, do të LDK-ja me abo një falenderim shumë të madhë Albin Kurti dhe me pas menu ditë natë këtë ofertë që a kishë bo matë mirë. Dhe shme sa që kemë në të bekone edhe një Grackë, që preparimi mundet ashtë menu që ka shumë letë me fitu Prishtinën, edhe mundet me jemi në i farë komfort zone, dhe Isa Mustafës me dorë në gjepa. Jo. Edhe mundet me ju... Jo, zotë Vullnet, kështë, veç pak. Se kjo është, kemë në të bekone edhe lojë politike. Jo, s'mo më konë lojë se... Qëre, unë që shëshoj ka dy anë. E para është, ta kryojmë një situatë kontradiktore ku flitet për një personazh i cili është kërkush se ka prit me kon kandidat. Qa i bjen që rëna ajna të folë, është një debat shumë i madhë. Apo Vullnet, veç pak kilta. Këtë, tash e dim që gara shumë është në fort. Përparimi, Urani dhe Hajrullah. A është Urani zërtarisht, a?
S'ka Jo, nuk tjetër. është zyrtarisht. Nuk është zyrtarisht, Po, por bobish, ato janë urane, tash, e dim ato farë emocionet, i dim ato fjallë që po silën dhe jenë të sakta shumica, që VV-ja nuk ka marrëveshje me këta të PDK-s. Për, sidomos, as për qeveri, as për nivel Ti komunal. thash para 30 sekundave shiko. Jo, VV-ja me këta të PDK-s, a LDK-ja po thëmë, LDK-ja PDK Vesh po. pak, zotri Halimi, a e po të kur the për LDK-n a për PDK-n, sepse e ke buni konfuzion në studio. Onë e thash, lëvizja vendosa, me këta të PDK-s ka marrëveshje. LDK-ja, PDK-ja kanë marrëveshje. LDK, PDK kanë marrëveshje në heshtje. Dhe tash, kur të shkojnë në zgjedhje, kuptohet... LDK, PDK që e prishë koalicionin Prishtinë. Po, dhe e kanë regullu apet, po hale është në Jo, si ka reguluar apet, sepse janë shkarkuar njerëzit nga pozita. Po, s'ka lidhe jënë, ata e në marrëvesh, ata s'dalim parametën... Procesi gjyqësori ka të drejtë. Që VV-ja ka marrëveshje me PDK-n. Jo, bëbëja, më falë, veç pak. LDK-ja, me këta të PDK-s kanë marrëveshje. Po, për? Për nivel komunal, për kandidaturat që kanë. Që me fitu LDK-ja? Po, pa tjetër. Nëse hupë Rani, me përkra LDK-n. Nëse hupë LDK-ja, me përkra këta të PDK-s. Pra, ti po e sheh si forcën e tretë lëvizjen vetëvendosje në Kosovë, në Prishtinë. Por me djekë Zotit Qekun. Okej, zotri... Pse me djekë Zotit Qekun, nësë kuptoj? Nuk është një figurë Zotit Qekun që ka në farë, ose në konkurencë brenda vetëvendosit. Po, ashtë të Se me shit pra vullnet mos i nuk është një figurë, sepse po flasim për universitetin. Mefin e ka pas, edhe këtë konjuftin e ka pas. Qemetar të i jashtë Prishtinës. Okej, ta të gjithë pak vullnetit. Unë e shoh që shto. Është e para, elementi, mos harrojmë, kjo është një strategji politike, është elementi i parë i kontradiktës. Jeni diçka që këtë njerëz kanë diskutuar. Është arritur. Po, ç'është është e mundur që ne Harolla Qeku që kërkues të ka para pa më herët me kandidatash për Prishtinën. Kjo i garanton lëvizjes e vendosje një debat i cili ka vazhduar për disa javë të tëra që i vjen. A më dikush i Prizrenit me kandidu në Prishtinë, a pranojnë Prishtina një njeri që është jashtë Prishtinës me kandidu? Humbjen e ka të sigurt. Një jashtë Prishtinë. Nuk e dim. Tash që kjo a mund të më shkaktu një komfort tek LDK-ja, tek preparimi Rama me thonë, okej, që vetëvendosja na qitin një kandidat që neve na siguron fitoren, edhe na nuk kena nevojë shumë i dhënë tash zër për me fitu. Ata japin zër kanë me pranu. Që kjo mund me kriju E vërtet, po, me të drejtë. Qëtë element. E dyta është Qeku, si Ministri i Kulturës, nuk e këtë që shme thonë, opozita e preparimit ka qenë në fakt Harolla Qeku. Po, që duket një lojë vjetër kjo, në kuptimin që janë përgatitur shumë herët, apo? Po, që ka njësë prej lojrave, organizimit e lojrave mesdhetare. Ka qenë e para, unë kam qenë bile dhe në marveshën e parë kërë është në nëshkru. Në qatë ditë të biblioteka Hevzi Selimani në nëshkru, qatë ditë ka pas fillu, unë e kam pas pa që ka fillu taman fushata. Edhe nëse sheni punën e Harolla Qeku, deri me qëta është komplet i kundërshtohet veprimeve të preparim Ramës. Mos harrojmë atë performancë që pas qenë të sheshe Gjosh Bush, kur pa të ndalë inspektorat, preparim Rama, që atëherë preparim Rama... Blokadat e katedralja. Unë e menoj se që atëherë, LDK-ja dhe Rama e kanë kuptu që çfarë loje është të ju lujt. Për shkak që tani veprimi i Ramës, këtë që mos me marrë parasysh veprimin e vendimin e Ministrisë së Kulturës. Loja nisja për me të drejtë. Do të diskutoja diçka me Zotri Rezhaj. Zotri Rezhaj, ka dhe zëra të cilët e shohin kandidimin e Harolla Qekut për kryetar të Prishtinës, kandidimin e mundshëm, si një formë për t'ja prej rrugën politike Glau Konjufcës, i cili në të vetën po fiton gjithmonë për krahje edhe jashtë subjektit vetëvendosjes. Në këtë formë, apo shihet si një rrezik i të ardhmës së vetëvendosjes Glau Konjufca, Zotri Rezha? Jo, unë këtu ndoj mendimin me vullnetin se nëse dikush është në një post shtetëror, nivel të Kosovës, si që është posti i krye parlamentar dhe ndo një posti ministrit, edhe shkon dikur të kthehet mrapa në nivel lokal, edhe pse Prishtina mund bëhet përjashtim se është kryeqyteti i Kosovës, ai nuk është post që mund të injorohet. Mirë po, konstelacioni i forcave... Dhe atë është kryetar komune. Kryetari kryeqytetit në shtetit. Komunës, po Prishtina pak ma shumë se një qytet i thjesht. Kështu që nëse konstelacioni që është mes LDK-s dhe PDK-s, cilat janë shumë të forta në Prishtinë për momentin, krahasim me vetëvendosje, nëse ato dyja të bëhen bashkë, dihet se ato dyja të fundit
do ta përkrahin njëna tjetër, e kam fjalën veç për Prishtinë, se komuna tjetër, niveli komunal dallon shumë prej nivelit qendror. Me vite... Atëherë, zotri Reza, po i bie se në këtë formë, po e pështon Glaukun vetëvendosja, duke e ditur se këto dy subjekte nëse bën bashkë në poshtin, do të ishte një disfatë edhe politike për ta. Jo bekronish Glaukun, mati të ka thonë që një muj ka thonë që nësë kam në qenë minister i punë të jashme. Dhe minutat e fundës së vendos. Ara një muj ka qenë që. Po për ta dëgjojmë, zotri Reza. Po, zotri Reza? Glauku me gjitha të dihet vetëvendosje se është njeri numër 2 dhe do një herë dhe ka atë karizmën e vetë që nuk lejon të manipulohet si që manipulohen të tjerë. Se Glauku për shembull nëse kanë largu prej postit krye parlamentarit, ku me siguri se do të votonin edhe parti tjera dhe nuk do të bëhen ngërshme me Glaukun, ata edhe nuk e ka kurti besimin tas, që shë djek me Shpend Ahmetin, po e ka gjithë një njerë shumë dëgjushëm, i cili dhe ashtu nuk fiton, e mbush vetëm një vend aty për zgjedhje sa për formalitet. Më mendoj se kjo është qëllimi. Dëviznisht atë thëmë për shembull se koalicionet në për komuna rrjedhin ndryshe, që shumë vite, në pej që 3 mandate koalicion janë PDK-ja me LDK-n, që ka për nivelin qendror nuk do të vinë të në shprehje kur. E qartë, aty bënë më pas kompromiset të tjera, por nëse analizojmë procesin e mandatit kaluar, vullnet në shohem një figurë si Arben Vitia që nëse e shohem në prizmë të gjerë, ishte një farë zbulimi, një farë ylli politik në kuptimin që imazhi i ishte gjithçka në rregull. E humbi garën për Prishtinën, nuk kthy më pas ministrët e zhduket Arben Vitia, nuk është se shohem duke bërë një punë e cila është... E pa më djetë e kësa e përkrake. Mirë, me epizode dhe mundësh me e gjetë, por si që ka qenë prezent dhe çfarë përkraj ka jap VV-ja, në kaluara nuk e kemi parë që ka një buxhet të madh që mund të bëjë diçka. Pa ja ka pas vëllë Ministrinë e Shëndetësisë që sa kohë dhe nuk ka mujtë me bënë e farë që shpune e cila këshme u diskutua se këshme dalin pa. Unë e mene që nëse ta jep dikush postën e ministrit, s'ka të shka me t'javë ma shumë detyra që ti me kalzu vetën. Arben Vitia ka qunë harez vetën për mes punëve që nuk i ka kry ose që nuk ka pas në fa ideje se që ka me bo asë në shëndetësi, asë në komunën e Prishtines. Po unë e shë pak, në Prishtinë që mu më do këtë shumë interesant, është një farë nevoje sadiste e Prishtina Live për me zgjedh një kandidatës e një kryetar që zakonisht i torturan. I torturan? Po, nëse shene këto zgjedhjet e fundit domon, kanë shku kanë votuar për Shpend Ahmetin. Për Shpend Ahmetin krejt kritika që ka qenë për to ka qenë domethënë një farë torture që prishtinasit e kanë duru. Pa me këtë rast me bjekit Kosova me ngërçin aktual, po i bie vullnet. Edhe të parim Ramën domethënë, tash te kemi situatën e njëjtë këtej ankohen. E vendosja për atë torturën Ramana kalon me kolona, i ka bllokuar rrugët. Ka jodhë lejnë... Edhe po thuj që prapë këmë pasë për kroja? A ka mundësit me... Atër na pasë këmë sindromin e Stokholmit. Unë e ka njerë befasona me që të farë dëshirën e njerëzve në Prishtinë, që me zgjedhë një kryetari cili zakonisht i torturan ata. E pas kanë sindromin e Stokholmit, në basë të sajtë. Zëtëri Reza! Mirë po me këtë gjithë, jo Reza, i se edhe tash edhe me këtë ngërqin e kuvendit, po i bie që ne kolektivisht e duam kështu vuajtje. Po, valla. Reza, i se kërkove fjallën. Nëse dikush ka pak mbamenje ma të thejë, print e juve, ose diçka ma të jetër, në vitet 70 ka qenë një farë Nazmi Mustafa, inxhinier Nazmi Mustafa, cili e ka bo Prishtinën kryeqytet modern. Profesor e ekonomisë. Nga kjo pikpamja torturimit, a i ka qenë torturu si maj malë. So dasht me i përzon kafsht, baktil prej qytetit, o dasht me ara, o dasht me përzon me i hek që po thënë ta në beturinat e kave, kjo afera, kësaj hajnis të fundit që doli, dhe aty kishte shumë refuzim të madhë, kishte kundërshtim të madhë, saj kërsdoshin edhe në atë ku ka pas njerës që ju kanë kërshnu me jetë. Unë e sa më bajmen për pos Albin Kurti të është që endet me shtatet truproja, edhe Nazmi Mustafa në atë ku dasht muen me truproja për me këthy Prishtinën në shtet modern. Unë e di une, është protokoll, Reza, është protokoll ajo. Ju për dhe për nuk a lidhe me qëfar debatit që për parim rame. Për shambull, zëtëri Reza, do të ndalemi pak tek do gjëra interesante. Për shambull, ne mund të ashojmë tër ditën për parim ramën. Por në fund të ditës është logjikshme
që një qytetari Kosovës, i kryeqytetit Kosovës me gjithë këto ndërtime, ta zgjedhë një arkitekt dhe një qytetar të Prishtinës në logjik kështu për të ardhmen e shtetit. Pikërisht, por sa është e logjikshme ta zgjedhëm dikë që nuk ka ndonjë sentiment në lidhje me kryeqytetin. Për shembull, nëse ti shkon, nuk ka çfarë sentimenti mund të ketë Hajrullah Sheku në krahasim me një qytetar tjetër i cili është rritur që nga lindja. E mban me Prishtinën të zëmë para kohës së luftës, pas luftës. Ai këto rritën, ai kë, ose më falë vullnet, tash ish ministri, tash sen se lidh me Prishtinë. Ky ka ardhë, ka shku në akshëm me vetur, me shofer, u këthyje edhe sen s'ka bërë Prishtinë. Po këta, ka Prishtina një pronar jeton? Jo, s'ka pronar, po sa... Në të pak të më përshamë shpendamenti, ka jetu këtu me familje, me babë, me bashorte, me sene të jo. Ka ndikuar e që me kona një kretari mirë? Unë? Që ka ndikuar e që me konë kretari mirë? Jo, që e ka mujti sa Mustafa në kom fjallën, që këtë partit ju kam bukë kundre sa Mustafës dhe kanë mujtë. Edhe tash kjo, tash më me lujtë unën e medalët. Për shamë tash, për dhe këja për shumë raportin me bëvën, le dhe këja qashtu që apet ka më kënë s'kena njët për me mujtë. Por ti e tonë e din që në zgjedhje lokale, këto raportet e të qëndrore nuk vlenë në zgjedhje lokale. Bënë, me të dosja bënë koalicion me këtë do që i duhet. Edhe të tjerët bëjnë. është matematik tjetër është ajo. Ajo është matematik tjetër, në realitet. Edhe kjo matematika... Që ke ideja që vjen për një veni tjetër për mu nuk është as pak e rëndësishme. Jo, që shka se një person, për shamë, unë e me shko se ti për shamë, me një qytet tjetër, mund me njoft XY njerë, për shamë shok kolegë që i ki në ajsen. A të duhet dikush me origin, a të duhet një shumë qytetë që huje, asë njës ta voton, asë ty të voton në qoft atje me shku të vendi Jarullah Qekët, atëri bje se na kena nevoj për njerës të njofshëm, jo për eksperta, zëtëri Halil. Njerës të tushi, Jarullah Qekët së është ekspert, farë ekspertës Jarullah Qekët, s'ka kur që. Asë është architekt, asë Kur a është indikacion të dhe? Unë nuk e shoh problem. A dhe që është problematike këtë që të sanë, është që na kena një kryetar si Rama, i cili ka fillu disa projekte që i vynë për ma shumë se sa një mandat. Edhe problemi kryesor bëli i Ramës u konë që nuk o kallëzu shumë i sinqet me qytetarët e Prishtinës. Për shta ka shkaktu që të farë frustrimi ka njëherë. Me pas kallëzu Rama që punët e mija që kam i ba, nevojitën, që kam bloku qyteti, keni me hek pak prej poljonave, ka me ka një proces pak ma i gjatë, unë e besoj që ajë nuk e ke shkaktu që të frustrim. Tash problemi është nëse vjen Qeku, me çfarë programi po vjen Qeku? Apo vjen një program... Për mi vazhdu projektet fix, me administreja. Ashtë qysh qatë kemi nalë rrugën A, qa kemi nalë sheshin me dis, pse nuk është atë që kjo... E ka nalë, Qeku e ka nalë, edhe anë edhe sheshin. A kena me që të ngërma Çështja është, a do t'ja këmirën këto sabotazhe? Përparim Rama, kur ka arë fillim, ka thonë, mu vynë edhe një mandat tjetër për me shliru edhe ta komunë e Prishtinës. Qeku e ka luajtur kryetarin e komunës nga Ministria e Kulturës, duke e bloku në realitet përparim Rama. Në momentin kër e ka kuptu që ka me qenë në gare, se deri atëherë jo. Dhe më thonë, prej të organizimit të lojrave mezetare, që të herë ka fillu, unë e besoj beteja tamam. Që unë edhe nëse shë fjalin e parë, ose gjëja që përpërdorët mas shumë të prej vëvës, kur përpërmenet Qeku, edhe dje në kandidaturën e të zyrtare, kënë lojrat mesdhetare. Dhe më thënë, është një farë projekti madhor, të cilën qeveria tash, unë e di pa ka shumë në racione që ka me qenë. Nëse dojna me organizu ta manë qëto, me shkëllqy Kosova në organizimin një shtynë lojrave, dohet dikush që është edhe në qeveri, vëvë edhe në... Si që kam bërë me presidencë në kaluarën, na duhet edhe kryeministri dhe president një mësë nga bloku. Unë e njësi njerit që jetoj gjysmën e kohës në Prishtinë, unë e lojrat mesdhetare nuk isha në e farë problemi. Për mu, mbetët te për kështu që sharake është, bërlogu në Prishtinë. është dhe më thënë, nuk e di çka do të me ndodhë, çfarë njeri do të me arë në krye, që veç që të punë me organizu. Bërlogën me hekë. Prishtina është qytet... Qka që ka pas më hakë bërlogën kalumën. Ka bo marrëveshje ta që kanë kryjë. Njerëzit që jetojnë Prishtinë. Kur del Pibanesës. O zgjedhaj problem. Bërlogë. Jo, për nuk u zgjedhë. Ka bërë marrëveshje, kanë bërë marrëveshje. Ka më greva. Pak, zëtri, tjetër sen është të thonë. Flasën me të hesh do për logë. Tjetër sen është të me bo Prishtinën qytet të pastër. është kryeqyteti bërlogët njerë. Është edhe në gjyren e ka të bërlogët. është hi. Ndërta jemi shumë Prishtinë, duhet pak me u paksu, se s'ka kapacitet Prishtina me i përbigjit në base të gjitha këto lëvizje. 140.000 vetura veç hinë dalin gjatë 24 orë, 140.000 vetura hinë edhe... Dhe është shumë, është një numër i matës. Regjaj, edhe në shkëm ki blokata kësi sene. Kush e fiton Prishtinën, Regjaj? Po, e tha dhe Zoti Krasniqi se
përparimi ka qenë korrekt. Në fillim, kur o kandidu, ka thonë se për një mandat nuk mundet me kry këto punë që i nevojitën atina. Kështu që unë jam i mërmendja, jam i sigur se fiton edhe mandatin e dytë, edhe do t'ishte mirë që t'jepet mandati i dytë, që t'i rëmbullaksoj ato ide nëse i ka pas, nëse vërtet i ka pas të mira. Për ndryshe, Prishtina vërtet është një kaos, unë për veti nuk vinë me dëshirë në Prishtinë, për vinë Kosovë, se e di që më duhet atje 2-3 orë mu me vetë në për rrugës në vetur, sa dhe me dashtë me unë për shamë vetë në vinë punë me bicikletë, 16 km, gjithë ditë i bëj me bicikletë, po në Prishtinë nuk e kam atë mundësi, nuk kam mundësi me lanë në veturën në fushë Kosovë dhe me pas një mundësi tjetër me shku me deri në Prishtinë. Prishtinë, veturat duhet me largu prej qytetit, dhe të protestojnë sa dojnë qytetarë. Unë jetoj në Cyri, është ndër qytetet më të mira në botë për kvalitet jetës. Veturat këtu është e pa mundsh me i pa në qytet e pagu një çmim shumë të shtrejt. 8 franga apo 8 euro është një orë në për parkingje këtu në brendit qytetit. Edhe ata duhet shkojnë me këtë mënyrë, kush do me hinë qytet, dhe të pagun 10 euro orën dhe të hinë. E qartë, Regja, duhet ko naturisht për të marë forgje. Nuk e di me Turina se s'kam nuk jetoj. Kush e fiton Prishtinë me këta emrat që përflitën ose janë zyrtarizuar? E fiton Rama dhe një mandat. Rama tha. Unë nuk e di, du të me pritë PDK-n. Por nëse është Ismaili kandidat? Ka me qenë shumë interesant gara, dhe unë e menaj që krejt varet ashtë prej qysh ka me morë për parim Rama, a ka me morë seriozisht fushatën. Jo, seriozisht e ka morë shumë. Kanë fillu në vënën deg, kanë fillu e LDK-ja i kanë përvel mëngët në deg, si do mëndë kërështet tashtë të tute, kanë fillu organizimet. Shumica e projekteve që ka njësë Rama nuk e ka një farmbrojtje publike, shumica njerëzve kanë konfuzitet për qëto projekte. Edhe për rrugën o ka konfuzitet. Por me gjitha të po të shkosh nga Dragodani e ishe ato shtyllat të mdha, e shë që t'ishka e madhe është për pat. Unë për veti të kësha pa ma herët, për kure pash me fasova për përshë. Të rruga B, mos ka kundërmim anë. Na jena shumë optimist për rrugën o, me holla jonë. Nuk e di, se halas jam kërë me pa, ama besoj që vesh nëse e merë seriozisht që të anë po. Që që, vetëm mënyrë që dikush me mujtë Ramën është me prezentu një program ose shumë i të qartë, 2-3 pika, s'ka nevoj me LDK-ja i dha 50 pika, s'ka nevoj për këto, 2-3 pika, e cila kësh me qenë kundërshtare ose një zgjidhje ma e mirë se sa kjo që ka njësë Ramës. Por, me pas kujdes që mos me ndërprej që ka njësë edhe Rama, disa projekte, sepse tani botë, i ka trahur. Pa tjetër. Jeton kush fiton Prishtinën? Po, në thash fillim, me pas mundu Albin Kurti një update, kita argat se a kishë bolë LDK-s, normal që për parim Rama fiton. Edhe ka me qenë apet kryetori komunës. Mirë. E ka të sigurt. A krya? Me qeku me zotën Ismaili. Jo, vëllat naturisht, nëse kete diçka për të shtuar. Jo, ta është me dhanë edhe një mendim për luftën Iran-Izrael. Po, se jo, sepse keni pas. Jo, s'ka lidhje. Jo, në fakt, a do të ketë shtypit të putonit nga Trump? Jo, veç dashta me dhëmë së një mendim që Amerika e ka një bombë cila Izraeli nuk e ka, i vynë që ajo bombë Izraelit prej Amerikës për mësujnë. Po, bombat të cilat i shpojnë muret e bunkerve, pasi që sistemi bërthamur i Iranit është dikon 100 metra. Nuk knaqa me shtë teori, veç deshta me kazu që të për teorit për luftën për Izraelit. Sikur kishë arë ma herë, të kështë një mundësi. Ja, me ardinati pak sëmë thërët, valaj, për s'ka një. Kena me nuk ardhën. Zotri Regja ishte shumë në atësit. Ka një tim tjetër që base ti mund të kontribosh, sepse ka qenë një teolog i cili thotë se gjithçka për sulme bërthamore është e parapar në Kuran. Dhe po pati interesim mund që ndrosh, është një tim që vjen vetëm pas pak, por njerë falendrojmë Regjajn, falendrojmë Alimin dhe ne shkëputemi me duke se me një shpit, sepse ka një lidhje drejt për